Dëgjojeni pak deklaratën e komandantit të stacionit NASA. Kjo është hera e parë që raca njerëzore dërgon njerëz në hënë. Është momenti që do të kalojmë orbitën e tokës dhe kjo është fantastike, se si njerëzimi do ta bëjë këtë. Mendoj se duhet të ndalemi për një moment dhe të themi se sa madhështore është. Një nga gjërat që nuk më pëlqeu është fakti se do të dëshiroja një konferencë mes ekipit ton dhe ekipit të stacionit internacional. E ka fjalën për ISS-n, që më shumë më duket si një forcë krau se kush do të shkojë më parë në hënë, ne apo ata. Megjithatë, shokët po përgatiten për të nisur. Pra, ky është fjalimi i komandantit të misionit Artemis 2 me emrin Reid Wiseman në konferencën e tij që mbajti para dje dhe nuk kuptohet se pse nuk e përmendi udhëtimin e vitit 1969. Madje asnjë tjetër udhëtim, dhe kjo është vërtet çudi. Por tha se kjo është për herë të parë që bëhet. Bile ai nënvizoi forcën e kraut, pra se kush do të shkojë më parë. Ju, çfarë mendimi keni për këtë? Si mendoni për këtë deklaratë kështu të fortë, ose ndoshta i doli vetvetiu apo si? Por një tjetër mister ka në stacionin NASA, sepse u errësua websajti me disa zëra. Po, madje çuditërisht NASA ka sinjalizuar për mungesë fondesh me një baner, ky që shihni këtu. Mos ndoshta duhet të fshehni informacione për objektin që po i afrohet tokës, pra objekti i pa identifikuar Atlas 3IA. Që është e vërteta, vitin e kaluar stacioni NASA mori rreth 25 miliard dollar nga shteti amerikan. Dhe ndër vite që nga viti 1960 deri sot, vetëm nga qeveria amerikane ka marrë mbi 800 miliard dollar, pa llogaritur këtu donacionet private apo të organizatave të tjera. Megjithatë, ju si thoni? A e meriton kontributin për njerëzimin NASA apo jo? Dhe për këtë deklaratë, çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja, ditë mbar.